Ish finaliste e shtëpisë më të famshme në Shqipëri të këtij edicioni, Egli Tako, ditën e djeshme ka publikuar këngën e saj që fancat mezi po e pristin. Ajo në këtë projekt është bazuar mbi situatën e saj brenda shtëpisë së famshme për dashurinë me Gjestin. Disa nga vargjet e Eglit ishin: "Sa fort jam gjiku, veç sa kam dashuru me zemër." Andaj rrjeti ka shpërthyer në komente të shumta se këto vargje ishin një dedikim për Gjestin. Na duhet t'ju kujtojmë se ajo në të vërtetë u gjykua shumë për dashurinë që kishte për Gjestin, ku më shumë u duk si një fiksim, sesa një dashuri e pastër. Kënga mbante titullin Jetë, të cilën e ka sjellë të kompletuar dhe nga ana vizuale. Egli erdhi me një paraqitje të mrekullueshme në videoklip, të cilin ajo e xhiroi në Kosovë. Ajo ka punuar me Fillore Taraçin, e njohur ndryshe si Fifi, e cila ka shkruar edhe tekstin e këtij projekti. Egli ka bërë rikthimin në muzikë pas një kohe të gjatë, ndonse do të jetë më aktive tani. Të paktën, kështu ka deklaruar ajo. Por teksa Egli ka publikuar këngën e saj më të re, ndjekësit janë të gjithë me sy nga Gjesti, duke pritur reagimin e tij, ose ndoshta ndonjë veprim që mund të nënkuptojë reagim për këngën e Eglit. Ndonse nuk e ka uruar publikisht, a mendoni se e ka uruar Gjesti në privat Eglin? Lini komentin tuaj poshtë videos. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.